Dhe ja ku jemi, pas një eksperiencë të jashtëzakonshme të Tribe 2025. Dhe unë doja të ndaja me ju sot një mësim me shumë rëndësi në zhvillimin personal të njeriut, që u rikonfirmua edhe njerë në këtë eksperiencë. Në fillimet të zhvillimit personal, u fol shumë për atë që quhet the mindset, puna me mendjen, ndryshimi mendimeve nga negative në pozitive, riprogramimi i mendjes, fuqia e mendjes, motivimi, ne mundemi, ti mund të bësh gjëra të mëdha. Dhe të gjitha këto ishin një fondacion i bazë shumë e mirë dhe një hapje mrekullueshme në zhvillimin e njeriut. Por u kuptua shumë shpejt që nëse mendja, trupi dhe shpirti nuk janë në të njëjtën linjë, nuk ka afirmim pozitiv që mund të krijojë ndryshim afatgjat. Sepse nëse trupi, aty ku janë akumuluar, fshehur emocionet, informacionet, thellna të nëntënde, traumat, ngjarjet të jetës tënde, në këtë jetë dhe në të gjitha dimensionet e jetëve, nëse ato janë fshehur aty dhe kanë krijuar një gjendje vigjilente të trupit, ku trupi ndihet i pasigurt, në mënyrë automatike dërgohet sinjali në pjesën e trurit primitiv, që ndodhet prapa trurit, ku aktivizohet amigdala. Amigdala thret alarm, është automatikisht lidhja midis këtij trupi të pasigurt, këtë gjendje që neuroshkenca e quan fight, flight and freeze, ti je gjithmonë në luftë, ti je gjithmonë në shmangje, ose ti je gjithmonë në pirë, në bllokim. Dhe nëse trupi ndodhet në një nga këto gjendje, lidhet automatikisht vetëm me pjesën primitive të trupit, e cila të mban ty në atë botën e vogël dhe në atë frikën e përhershme që ti vetëm duhet të mbjetosh. Kur trupi kalon në atë gjendjen e shëndetshme që dihet i sigurt me veten, me ambientin social, atëherë në atë gjendje ai lidhet e dërgon sinjale në pjesën e përparme të trurit, pjesa ku merren veprime, vendime, zgjedhje në jetë që të shërbejnë ty, edhe të japin ty përparim, progres. Ndodh automatikisht. Prandaj është shumë e rëndësishme të fillohet dhe të kuptohet puna me trupin. Puna me shpirtin do flas në një video tjetër. Për tani, çfarë duhet të ndodhi në këtë punë me trupin dhe që ne fokusohemi shumë në retreat? 2 element. E para, fillojmë të bëhemi të ndërgjegjshëm në të cilën gjendje është trupi yt. Dhe kjo ndërgjegjshmëri krijohet vetëm kur ti je plotësisht aty present, pas një lloj frike, je në një ambient të sigurt, me njerëz të sigurt, njerëz që janë aty për të suportuar ty, njerëz që dinë metodat, format dhe krijojnë këtë mundësi për trupin tënd të filloj të të japi ty informacion në lidhje me gjendjen e tij, dhe ti fillon automatikisht të lirosh të gjitha këto informacione negative që ka trupi, dhe trupi e bën këtë në forma të ndryshme. Për këtë do flas më gjatë në një video tjetër. Pra, duhet të ndodhi ky hapi parë dhe hapi dytë në momentin që krijohet një sistem nervor më i rregulluar. Pra, fillohet një gjendje e re e trupit, e rrisim këtë kapacitet. Sepse në mënyrë që ky kapacitet jetë afatgjat, të ndërtohet ajo që unë e quaj goda e re, të marrë formë, ky sistem i ri të marrë një formë qëndrueshmëri, duhet të filloj të futet informacion i ri në lidhje me kush je ti, visionet e tua, mundësitë e tua, potenciali yt, veprimet që duhet marrësh, dhe e gjitha kjo fillon rikrijon, rishkruan në ADN-n e trupit tënd, një informacion që krijon formë, krijon një godë të re,
më të madhe tani. Vetëm kur ndodhin këto dy komponent, trupi ka krijuar kapacitetin e ri për të dërguar dhe për të lidhur me trurin progresiv, le të themi, neokorteksi, dhe në mënyrë të qëndrueshme afatgjat fillon të marrë veprime të reja dhe është automatikisht i motivuar. Komponenti tretë që është the soul set apo lidhja me shpirtin do jetë në një video tjetër. Për tani dua t'ju inspiroj të jepni vëmendje trupit dhe prandaj ajo që quhet prezenca dhe plotësisht i ndërgjegjshëm për çfarë ndodh në trupin tënd është hapi i parë. Ky është qëllimi dhe i gjithë procesi që ndodh në retreat dhe prandaj takimet fizike janë të jashtëzakonshme. Është gjithashtu një sekuencë që unë do ta shpjegoj në bisedën live që të jetë më e qartë për ju. Filloni njihni trupin tuaj, gjuhën e tij, lëreni të lirë të shprehet, është hapi i parë i zhvillimit personal.